Sapo ishte mbushur një vit nga dita kur qeveria Berisha bëri betimin para presidentit të Republikës, Ministria e Brendshme u kërkoi trupave speciale Renea të kryenin një nga operacionet më të vështira në një zonë të thellë në zemër të Alpeve shqiptare. Mesazhi që synonte të transmetote për shqiptarët suksesi i këtij operacioni ishte shumë herë më i rëndësishëm se neutralizimi i rrezikshmërisë që paraqiste vetë personi që duhet të arrestohej. Në fundin e shtatorit 2006, disa pjesëtar të grupit të vëshkimit në repartin në Renea kishin ditë që qëndronin të kamufluar dhe lëviznin me mjete civile në zonën e Tropojës. Objektivi ishte verifikimi i një informacioni që i kishte mbërritur në rrugë operative komisariatit të Bayramçurrit për vendodhjen e Filip Gjeloshit. Pasi u lokalizua vendqëndrimi i 32 vjeçarit nga Lek Bibaj, drejtuesit e repartit të Renea hartuan planin e një aksioni që do të jepte fund arratis prej 484 ditësh të Filip Gjeloshit. Mesditën e së njëjtës së 28 shtatorit, mjetet e blinduar të Reneas dolën nga reparti dhe u nisën drejt Tropojës. Në perëndim të diellit, karvani me uniformat e zeza kaloi qafën e malit për të shmangur mundësinë e informimit të personit në kërkim. Në mbrëmje, trupat e Reneas janë ndarë në dy pjesë dhe janë drejtuar në këmbë rrugë pa rrugë zonës së thellë të Lek Bibajt me objektiv mbyllje në çark të Filip Gjeloshit. Pas më shumë se 5 orësh udhëtimi, uniformat e zeza të Reneas të shkrira aq mirë me errësirën e natës, zun pozicionet e para dhe mbyllën në rrethim zonën ku ndodhej banesa e Gjeloshit. I ftohti i idhët i natës alpine do të ishte e keqja tjetër që i priste specialet pas lodhjes për udhëtimit të gjatë në shtigje dhish. Për të mos u zbuluar nga qenë e kullave që ndodheshin brenda rrethimit, specialet mbajtën një distancë sigurie. Është dashur më shumë se 5 orë gjysmë kam, në terren shumë të thyer, kam udhëtuar natën në kohë të keqe, pasi banesa e tij ndodhi në një zonë shumë të thellë, siç e thash më parë. Problemi tjetër ka qenë që operacioni duhet kryej në fshehtësi të plotë që të mos njoftohej Filipi, pasi ai njihte mirë zonën dhe mund të largohej, dhe ishte shumë e vështirë nga forcat speciale të bëjë mbyllje atij në rrethim. Kjo është zonë gati në zemër të Alpeve të Shqipërisë, zona më e thellë e rrethit të Tropojës, ku në pjesën më të madhe të saj, gati 80% nuk shkojnë fare mjetet e transportit, makinat, dhe aktiviteti i banorëve që jetojnë aty, atyre që kanë mbetur, bëhet kryesisht më këmbë ose me kafshë pune. Forcat speciale kanë patur edhe një problem të vogël në orët e para të mëngjesit, sepse kanë pritur të zbardh, aksioni është bërë rreth orës 7, që ato mund ta kontrollonin mirë situatën. Po pse trupat Renea kishin marrë kaq shumë masa të forta për të mos dështuar në arrestimin e Filip Gjeloshit, pavarësisht kostos që mund të kishte dhe vështirësive që mund të hasnin. 32 vjeçari ishte lindur e rritur në zonën e thellë të Lek Bibajt në rrethin e Tropojës, që ndodhet gati në zemër të Alpeve shqiptare. Qysh nga adoleshenca, pjesën më të madhe të jetës ai e kishte kaluar në qelitë e burgut. Filip Gjeloshi u bë një emër i njohur në 10 vitet e fundit, pasi ka qenë disa herë protagonisti faqeve të para të gazetave. Pavarësisht se ishte arrestuar shumë herë dhe akuzohej për krime të rënda, Filip Gjeloshi ja kishte dalë mban t'i shpëtonte ndëshkimit të drejtësisë.
Për herë të parë emri i tij do të skedojë kur nuk I kishte mbushur ende të 20-tat. Ai u akuzua në vitin 1994 për një vrasje në vendindjen e tij Lek Bibaj dhe u shpall në kërkim. Një vit më vonë gjykata e rrethit të Tropojës e dënoi me 17 vjet burg. Në vitin 1996 ai u arrestua gjatë një aksioni të komisariatit numër 1 në kryeqytet. Gjeloshi bëri rezistencë me armë dhe plagosi lehtë një efektiv të policisë kriminale të këtij komisariati. Gjatë trazirave të marsit 1997, ai doli nga burgu për të kthyer sërish në qeli pas 5 muajsh liri. Por këtë radhë Gjeloshi u dorëzua vullnetarisht, pasi kishte marrë garanci se do të përfitonte një falje të konsiderueshme të dënimit. Gjë që ndodhi në të vërtetë disa muaj më pas dhe ai u lirua shumë shpejt. Gjatë vitit 1998, policia e kryeqytetit siguroi informacione në rrugë operative se Gjeloshi dhe disa miq të njohur të tij me precedent penal nga e njëjta zonë krijuan një band që u vendoste gjoba tregtarëve pranë tregut të madh të medreseja. Por kjo akuzë nuk është provuar kurrë nga policia dhe prokuroria dhe Gjeloshi mbetet I pafajshëm. Në vishtën e vitit 1998, Gjeloshi do të bëhet objektivi një aksioni tjetër të policisë së kryeqytetit. Vendodhja e tij legalizohet sërish në lagjen Allias nga sektori I policisë kriminale. Gjeloshi dhe 2 miq të tij rrethohen nga policia, por ai reziston me armë ndaj trupave të policisë duke plagosur efektivin e komisariatit numër 4 Bardhyl Zeqo. Pavarësisht së rezistencës, Filip Gjeloshi dhe miku I tij Filip Geci përfunduan në pranga. Trobojani nga Lek Bibaj përfitoi sërish nga faljet e organeve të drejtësisë dhe vetëm pas 5 viteve burg, fitoi sërish lirinë në shkurt të vitit 2002. Gjatë qëndrimit në burg ai u njoh me kapon e Vlorës Anit Caushit, I cili ishte arrestuar më 30 shtator 1997. U lirua 2 vjet më vonë për akuzat bandës së Çolës dhe u arrestua sërish. Këtë radhë për të dënuar me burgim të përjetshëm. Mes Gjeloshit nga Tropoja dhe Zanit nga Vlora, lindi një miqësi e ngushtë që vazhdon ende, sepse të dy ndodhen në qelitë e burgut. Pikërisht për këtë shkak, më 8 dhjetor të vitit 2000, Gjeloshi u plagos me thik në korridorin e katit të dytë në burgun 302 në kryeqytet nga Eduard Ymeri, I njohur me Nofkën Kartela, ish kapo I bandës me të njëjtin emër që vepronte në rrethinat e Tiranës. Kartela I dënuar me 25 vjet burg, është mik I ngushtë I Gazmend Brakës, Gaxhait, kapo I njërës nga bandat më të frikshme të Vlorës gjatë viteve 1997-2000. Gaxhai dhe banda e tij ishin njëkohësisht rivalet kryesor të Zanit dhe bandës së Çolës. Konflikti mes këtyre 2 bandave shkaktoi vrasje të shumta dhe krime makabre në Vlorë. Në mesditën e 80, Gjeloshi apo ishte transferuar nga qelitë e burgut të Bënçës në Tepelen. Kartela shfrytëzoi momentin ndërsa po shkëmbehej me Gjeloshin në korridorin e burgut dhe e goditi atë me thik. Për fat, Gjeloshi vetëm u plagos. Në momentin e plagosjes së Gjeloshit, burgun 302 u fikën dritat, fakt ky që I krijoi mundësinë Kartelës të kryente një nder shokut të tij të qelisë Gaxhait. Megjithse transferimet e të dënuarve me rrezikshmëri të lartë bëhen në mënyrë të fshehtë, ardhja e Gjeloshit në Tiranë ishte mësuar më parë nga 2 të dënuarit, Gaxhai dhe Ymeri, që organizuan eliminimin e tij. Gjatë procesit gjyqësor të zhvilluar në gjykatën e Tiranës, Gaxhai deklaroi se krimin e kishte kryer ai dhe jo Kartela. Motivi I krimit sipas Gaxhait ishte një hasmëri e vjetër mes tij dhe Zanit Çaushit. Gaxhai në pamundësi për të goditur Zanin që ndodhej në burgun e Burelit, u hakmor ndaj shokut të tij. Për këtë ngjarje gjykata e Tiranës e dënoi Kartelën me 5 vjet burg. Kartela ndërkohë vuante dënimin me 25 vjet në burg. Akuza me të cilën u dënua Kartela është ajo e plagosjes së rënd parashikuar nga neni 88 I Kodit Penal. Gjyqtari Bujar Kresniqi e deklaroi fajtor Kartelën për plagosjen e Gjeloshit. Gjykata hodhi poshtë versionin e dëshmitarit Gazmend Braka, I dënuar me burgim të përjetshëm.
Gjykata dënoi 2 oficerët e regjimit të brendshëm të burgut 302, Marash Gjoni dhe Xhevair Rama me 2 vjet burg me kusht. Pas këtij vendimi, kartela u transferua në burgun e Burelit, ku Zani vendosi të hakmerrej për plagosjen e Gjeloshit. Zani nxiti të dënuarin Kastriot Lala, të cilit i kishin mbetur për të dalë nga burgu edhe 6 ditë, që të hakmerrej Gjeloshi doli nga burgu për herë të tretë në shkurt të vitit 2002. Gjatë kësaj kohe familja e tij ishte vendosur në Levan të Fierit dhe Gjeloshi qëndroi për disa kohë aty. Por pa kaluar as disa javë nga dalja prej burgu, ai do të bëjë problem për policinë e Fierit, e cila e shpalli në kërkim pasi kanosi për vdekje një shtetas nga ky qytet. Më 15 maj 2002, ai u arrestua në banesën e një të afërmit të tij nga policia e komisariatit numër 1 në kryeqytet për llogari të komisariatit të Fierit. Djaloshi nga Lekbiba ja hodhi paqe dhe kësaj radhe duke e bindur gjykatën, e cila la të lirë për herë të katërt, vetëm 6 muaj pasi ishte arrestuar. Por Gjeloshi, që e kishte kthyer burgun si shtëpinë e tij, nuk mund ta shijonte dot gjatë lirinë. Të dielën e 16 shkurtit 2003, ai qelloi me pistolet automjetin e fqinjit të tij Shpëtim Beqirajt, pa mundur të vrasë atë pranë medreses. Shkaku i sherrit u bë një kabël dritash që kishte rënë në oborin e shtëpisë së Gjeloshit. 2 muaj para ngjarjes, Gjeloshi kishte bler një shtëpi të re në rrugën 5 Maj, jo shumë larg tregut të medreses. Menjëherë pas kësaj ngjarje, ai u shpall sërish në kërkim. Pavarësisht se ishte në kërkim, Gjeloshi shihej shpeshherë rrugëve të Tiranës duke lëvizur me automjete luksoze me targa të huaja tip Benz, Mercedes apo BMW X5. Për t'i paraprirë dënimit të radhës, Gjeloshi e ndoqi procesin në mungesë. Avokati i Gjeloshit në emër të klientit të tij pranoi fajsim për plagosjen e një Shpëtim Beqirajt në rrugën Ferit Gjajko. Trupi gjykuesi i kryesuar nga gjyqtari Altin Shkurti e pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar, pasi edhe organi akuzës e quajti të drejtë, duke pretenduar se fare mirë çështja mund të zgjidhej në gjendjen që ishin aktet. Akuzat që rëndonte mbi Gjeloshin ishte ajo e vrasjes me dashje e mbetur në tentativë, për të cilin ligji parashikonte deri në 15 vjet burg. Edhe pse ishte në kërkim, Filip Gjeloshi nuk i qëndronte kurrë larg përplasjes me forcat e policisë. Në mbrëmjen e së mërkurës, në 26 gusht 2004, Policia Kriminale e Tiranës u njoftua në rrugë operative se po organizohej një atentat ndaj një prokurori të krimeve të rënda dhe jeta e tij ishte në rrezik serioz. Ky prokuror i kishte hetuar 2 herë Gjeloshin. Në rastin e parë për plagosjen e tij nga kartela në burgun 302, çështje për të cilën kishte përfunduar hetimi dhe gjykimi nga gjykata. Në rastin e dytë, i njëjti prokuror e kishte hetuar Gjeloshin për plagosjen e fqinjit të tij Shpëtim Beqiraj, por pas hetimit fillestar, prokurori ishte transferuar nga prokuroria e Tiranës në prokurorinë e krimeve të rënda dhe dosja i kishte kaluar një kolegu të tij. Menjëherë sapo është marrë informacioni, drejtuesit e policisë të Tiranës janë mbledhur urgjentisht për të analizuar situatën dhe për të goditur në kohë rekord personin e shumë kërkuar, i cili dyshohej edhe për disa vepra të tjera penale, duke përfshirë këtu edhe rrëmbimin e mbetur në tentativë të një kambisti. Rreth orës 1 pas mesnate, krerët e policisë të Tiranës vendosën të veprojnë duke organizuar një aksion në fshehtësi të plotë. Brenda disa orësh janë vënë në gatishmëritë e lartë grupet e gatshme të 4 komisariateve në kryeqytet, agjentët e policisë kriminale dhe të sektorit të antiterrorit. U morë në ruajtje me policë me uniformë dhe agent civil një pallat disa katësh në lagjen Tirana e Re, ku banojnë disa prokurorë të krimeve të rënda dhe apartamenti i prokurorit të kërcënuar, që ndodhet shumë pranë presidencës në zonën e ish-bllokut. Në orën 4 të 27 gushtit 2004, nisi aksioni për arrestimin e Gjeloshit, që dyshohej se strehoi në 2 banesa në shtëpinë e tij, që ndodhet në lagjen Allias, dhe në shtëpinë private të xhaxhait të tij, që ndodhet në zonën e Porcelanit. Komisariati numër 2 dhe 3 ka marrë detyrë për të rrethuar banesën e Gjeloshit në Allias, ndërsa komisariati numër 1 dhe 4 kanë rrethuar banesën e xhaxhait të tij.
Në aksion ka marrë pjesë 10 grupe të gatshme me nga 8 policë në çdo furgon, si dhe agent të policisë kriminale dhe antiterrorit. Për të mos krijuar ndonjë mundësi dekonspirimi është vendosur që aksioni të mbahet në sekret të plot dhe ndërhyrja të kryhet njëkohësisht në të dyja banesat. Rreth orës 6 të dyja grupet operacionale të policisë i kanë mbyllur rrethimet e objektivave dhe kanë qenë në pozicionet e tyre për të hyrë në veprim. Sapo ka zbardhur rreth orës 6:30 është kryer ndërhyrja në të dyja banesat. Brenda 15 minutash ka përfunduar gjithçka. Xheloshi u gjet në banesën e tij. Policia nuk gjeti asnjë armë si në banesën e tij, ashtu edhe në atë të Xhaxhait. Deri në momentin e fundit asnjë prej policëve që morën pjesë në aksion nuk ka patur dieni se objektivi ishte arrestimi i Filip Xheloshit. Tet muaj më vonë, më 26 prill 2005, prokuroria kërkoi në gjykatën e Tiranës dënimin e të pandehurit Filip Xheloshi me 12 vite heqje lirie për vrasjen e mbetur në tentativë të elektricistit Shpëtim Beqiraj. Gjatë dhënies së vendimit përfundimtar më 3 maj 2005, gjyqtari Altin Abdiu nuk e mori parasysh kërkesën e prokurorit të çështjes për të dënuar të pandehurin me 12 vjet burg. Por Abdiun i pandehuri ishte i pafajshëm pasi në dosjen hetimore nuk ishte asnjë provë konkrete që të vërtetonte fajësinë e tij. Kundër këtij vendimi, prokurori bëri ankim në gjykatën e apelit, e cila e riktheu çështjen për gjykim nga e para. Në procesin e dytë që nisi pas arrestimit të Xheloshit nga Renea në shtator të vitit 2006, u mor në ndjekje penale dhe i dëmtuari Shpëtim Beqiraj 45 vjeç me akuzën e dëshmisë së rreme. Beqiraj, kur pas se personi që tentoi ta vriste më 16 shkurt 2003 u lirua nga gjykata si i pafajshëm dhe kur mësoi se ai kishte dalë nga burgu 5 herësh i thirri mendjes. Falzotit ai ishte gjallë dhe më mirë ta harronte atë ngjarje se sa ti hapte te lashe vetes, duke dëshmuar për një drejtësi që nuk ishte ndërmend ta mbronte. Xheloshi nuk qëndroi më shumë se një muaj pa probleme me policinë. Mesditën e 2 qershorit 2005, rreth orës 14, ai qelloi me breshëri automatike derën kryesore dhe banesën e kujtim për shpalit në lagjen Allias, duke tentuar ta vrasë. Me të kishte një konflikt të vjetër pas një sherrri banal të tregu i madh i medreses, i cili ishte mbyllur përkohësisht me ndërmjetësimin e të afërmeve të dy familjeve. Për këtë vepër penale Xheloshi u gjykua në mungesë dhe më 13 korrik 2006. Gjykata e shkallës së parë në Tiranë e dënoi me 17 vjet burg për vrasje me paramendim të mbetur në tentativë. Avokati i Xheloshit e ka apeluar këtë vendim në shkallën më të lartë të gjyqësorit, duke shpresuar në rrëzimin e tij. Me vendimin e gjykatës në dorë, trupat e Renea tashmë e kishin të qartë se me kë kishin të bënin. Para tyre nuk ndodhej një person i zakonshëm, por një ekspert i përplasjeve me policinë. Filip Xheloshi, edhe pse ishte vetëm 32 vjeç, kishte një eksperiencë shumë herë më të madhe se mosha e tij. Në 5 rastet e mëparshme ai ishte arrestuar në Tiranë nga policia e kryeqytetit, pavarësisht se kishte bërë rezistencë me armë. Këtë radhë synoi goditja e tij në një terren që Xheloshi njihte me pëllëm dhe ku kishte shumë shanse që ai t'i shpëtonte arrestimit. Por dërgimi i trupave Renea në një mision kaq të vështirë ishte njëkohësisht një mesazh edhe për Xheloshin. Nëse rezistonte apo tentonte të largohej, kishte më shumë shanse të përfundonte në arkivol sesa para gjykatës. Xheloshi njihej vetëm si një mik i Zancaushit, kundërshtarit të deklaruar të djathtëve gjatë 97-s në Vlorë, por dhe si një simpatizant e mbështetësi të majtëve, si në vendlindjen e tij Lek Bibaj, ashtu edhe në Tiranë. Ky detaj ishte një fakt më shumë pse arrestimi i Xheloshit kërkohej me ngul. Në të zbardhur e premtja 29 shtatori 2006, trupat Renea që i kishin kaluar natën e ftohtë në pozicione luftimi, ishin gati për veprim. Një mjegull e madhe që pushtoi luginat e thepisura të maleve, u duk se u bë aleate e Xheloshit. Drejtuesit e aksionit vendosin që të prisnin daljen e diellit dhe largimin e mjegullës. Rreth orës 6:30 minuta, uniformat e zeza të Reneas nisën mbylljen e rrethimit, ndërsa banesa ku ndodhej Xheloshi
Mbajnë në vëzhgimin e pandërprerë të snajperistëve. Drejtuesit e operacionit e kishin mbyllur objektivin në 2 rrethime. Gjatë ndërhyrjes në banesat e para të lagjes Vranë të Lek Bibaj, ku mendoi se ndodhej i kërkuari, speciale dolën huq. Peleurat e qenve kishin sinjalizuar Gjeloshin që dikush i paftuar, po afrohej pranë banesës së tij. Si një ujk i vjetër, Gjeloshi mori masat i shpëtonte arrestimit. Duke përfituar nga mjegulla e dendur, ai së bashku me 2 vëllezërit Simon dhe Arben Gjelosh Gjokaj, 30 vjeç dhe 18 vjeç, u nis drejt një shpellje në shpatin e malit përballë fshatit ku mendonte se do t'i shpëtonte syrit e specialeve. I larguar në panikë sipër, Gjeloshi pati kohë të merrte vetëm një Kalashnikov me karikator me fishek. Nuk ka njeri më zështën se në kejë shqipi më është, unë nuk të ndyhin në rejtë për shtavera. Po shkoj në shpish, po ka mundësi me më shëru në njës. Po shprej pravë, në të gjasë, unë ratën, Më shtam shekun, jashtë shekun në po i ku të vetë të buë. Shkedi a rejnë. Kontrolesi dushti. Një sekund. Po mua më rënje. Tek. Mbandi ndër. Qyrë ndash me po. Futi duhet fut dosh me fut. Vesh po muja. Kur të kontrollohet një dhom, më arte tjetra. Kes, vazhdo bla. So jam e femen vetëm me... Vazhdo bla, se ne policia të timi rrugës. Ka që qëfarët. Kujdes, çon, kujdes. Kes. Pasi të shtuan në kontrollin e banesave të fshatit, vëzhguesit e Reneas dalluan shpellën në shpatin e malit dhe dyshuan se ai i kërkuari mund të ishte pikërisht aty. Trupat e ndërhyrjes e ngushtuan darën e rrethimit dhe i bën thirrje Gjeloshit të dorëzohej. Ai refuzoi të dorëzojë vullnetarisht dhe hapi zjarr në ajër, pasi nuk e shikonte pozicionin e specialeve. Mjegulla i pengonte snajperistët e Reneas që të godisnin objektivin dhe për të shmangur dëmtimin e trupave, u kërkua dhe ardhja e helikopterit. Zhurma e fluturimit helikopterit i apreu të gjitha shpresat Gjeloshit, që e kuptoi se nuk kishte rrugë tjetër veç se të dorëzohej. 2 vëllezërit Gjelosh Gjokaj i kërkuan që të mos i merrte dhe ata në qafë. Në këto kushte, i fsheu në thellësi të një guve në zemër të Alpeve. Filip Gjeloshit nuk i mbeti gjë tjetër veç se të hidhte armën. Pas arrestimit për të 6ën herë, Gjeloshi bëri një shëtitje të fundit duke shijuar bukuritë e Alpeve për afro 6 orë, deri në vendin ku ishin mjetet e Reneas.
Më pas ai u transportua me urgjencë nga mjetet e blinduara të Reneas drejt kryeqytetit, ndërsa dy vëllezërit Gjelosh Gjokaj u shoqëruan në ambientet e komisariatit të Bajramcullit në akuzën e përkrahjes së autorit të krimit. Pavarësisht lodhjes dhe të ftohtit që kishin përballuar për 48 orë trupat e Renea, ja kishin dalë të arrestonin për herë të 6 Filip Gjeloshin me shpresën se këtë radhë ai nuk do t'ja hidhte aq lehtë drejtësisë si 5 rastet e mëparshme. Tropojani, që edhe pse në kërkim nga komisariatet e gjysmës së vendit, shëtiste gjithkohon me autovetura luksoze në rrugët e Tiranës, u kap atje, ku se kishte menduar kurrë, në një shpellë në zemër të Alpeve. Disa ditë pas këtij veprimi spektakolar të trupave Renea, kryeministri i vendit dhe shefi i mazhorancës Sali Berisha do të shfaqej me pamje trumfatori para medjave, duke deklaruar se kriminalët do të goditen kudo që të ndodhen, nga hotelet me 5 yje deri në shpellat më të thella të maleve shqiptare.